Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e falenderojmë për gjitha mirësitë dhe begatit. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundësuar që të vazhdojmë edhe sonte shoqërimin ton. Gjithnjë në përpjekje për të arritur më të mirën, të kuptuarit ton të fesë, edhe të këtyre mësimeve madhështore me të cilat Allahu i madhëruar na ka begatuar. E prap edhe kjo ka një synim, ai synim është se si të nështrohemi, të përulemi, të përkushtohemi ndaj Allahut fuqiplot në mënyrë sa më cilësore. Pa ndonjë arsye të veçantë, pa ndonjë shkas shumë të veçantë, po sonte kam zgjedhur me fol për një 3-4 ajete të surës An-Nur. E shpresoj që pastaj edhe javën e ardhshme, nëse Allahu na jep ymër edhe mundësi, do të flasim për një 2-3 tjera, për shkak të një nevoje imediate që e kemi për me i kuptu udhëzimet e Allahut fuqiplot, edhe për me e gjetë formulën se qysh me i apliku ato udhëzime, qysh është mas miri. Po i lexoj përkthimin prej çeti përkthimit që realisht është prej përkthimeve të fundit që i është bëu fjalës së Allahut fuqiplot. Në ajetin 47 të surës An-Nur, Allahu i madhruar thot: Ata në klapa hipokritët thonë: ne besojmë në Allahun dhe në dërguarin e tij dhe u bindemi. Kjo është deklarata e hipokritëve, që përmend Allahu në surën An-Nur. Ne e besojmë Allahun edhe pejgamberin, edhe u bindemi, pra jemi të dëgjueshëm. Por më pas, një grup prej tyre zmbrapsen. Këta nuk janë besimtar. Kjo është ajeti 47. Ajeti 48 thot: e kur thirren që ndërmjet tyre të gjykoj Allahu dhe i dërguari i tij, një grup prej tyre nuk i përgjigjen ftesës. Do thonë, e para ishte dëshmia e tyre, na e besojmë Allahun edhe bindemi. Po pastaj një pjesë prej tyre zmbrapsen, këta nuk janë besimtar, tash po thot Allahu, edhe kur thirren që Allahu dhe i dërguari i tij të gjykojnë në mes tyre, ata nuk i përgjigjen ftesës. Në ajetin 49 thot Allahu, në menën tash qësaj se është interesant, thot por nëse në atë gjykim, pra në gjykim të Allahut dhe të pejgamberit, e drejta u takon atyre, ata i shkojnë atij krejt të bindure me respekt. Pra kur ftohen në gjykim, thojnë jo, s'dojmë. Ama kur e dinë se gjykimi ka me konë në favorin e tyne, thojnë po. Shkojnë të bindun edhe me respekt. Edhe ajeti i 50, Allah i madhruar thot: a thua kanë sëmundje në zemrat e tyre, apo mos dyshojnë në të dërguarin, apo mos kanë frikë se Allah dhe i dërguari i tij do të gjykojnë padrejtësisht kundër tyne. Por jo, ata dhe pikrisht ata janë vetë të padrejtat. Çto përfundojnë çto ajete për cilat do të flasim sonte. Në surën Nur, nëse i lexojmë këto ajete, pra 47 deri në 50, kur i lexojmë para tyne ajetet, e shohim se Allahu flet për udhëzimin, po flet gjithashtu edhe për refuzimin që mohuesit, jo besimtarët, i bojnë udhëzimit të Allahut fuqiplot. Pastaj flet për një kategori tjetër të njerëzve, edhe i citon duke thonë: wa yaquluna amanna billahi wa bir-rasul. Do të thojnë disa: ne e besuam Allahun dhe të dërguarin, wa ata'na, edhe u bindëm. Por pas kësaj një grup prej tyre e kthejnë shpinën, e këta nuk janë besimtarë, Allahu po thot. Ndërsa për me e tregu hipokrizin e tyre thot: kur ata ftohen tek Allahu dhe i dërguari që ata me u gjiku, ata shmangen, refuzojnë, ndërsa me e ditë se e drejta u takon atyne, vinë pa kurfar hamendje, pa kurfar më dyshje. Mi thonë, hajde mu gjyku të Allahu, edhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë jo. A me e ditë se atyne ju takon e drejta, thonë po. E Allahu pastaj po e jep diagnozën e gjendjes tyne me 3 pyetje, edhe me një dëshmi. 3 pyetjet janë: e fi kulubihim maradun, a thua a kanë smundje ata në zemrat e tyne? E mirtabu,
apo u gjendën në mëdyshje. Fjala irtabu nuk është thjesht mëdyshje kur njeri e ka një lloj hamendje, nuk e din se ka është e vërteta, ose është një udhkryq që se din ka mja majt. Po kjo mëdyshja që përmendet irtabu e ka kuptimin dyshim me frikë edhe dyshim me akuzë ndaj atij në cilin po dyshoj. Fjala këtu është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pas se kanë thjesht dyshim se s'kan arrit hala me u bind për vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por e kanë dyshimin se ai nuk është i duhur, nuk është pejgamberi i Zotit. Edhe pyetja e tretë që Allahu i bën, em yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu. Edhe apo mos ndoshta po kanë frikë se Allahu edhe pejgamberi kanë mi u bë pa drejtësi. Dhe në fund Allahu thot bel ulaika humuz zalimun. Krejt këto mundën me konë të vërteta, ama më e sakta është se këta janë mizor. Në të vërtet, kuptimi i përgjithshëm i këtyre ajeteve është interesant për arsye se flet për kategorinë e munafikëve, për kategorinë e hipokritëve, për të cilët Allahu i madhëruar në mënyrë bukur të detajuar flet në Kur'anin famadh, jo në një sure, por në disa sure. Për shembull, në fillimin e surës Bekare, Allahu flet për besimtarët në radhë të parë, shkurtimisht, pastaj për mohuesit apo jo besimtarët, për ata edhe më shkurtimisht, ndërsa për munafikët kur flet, Allahu i madhëruar i detajizon, për arsye se si kategori e njerëzve janë shumë të komplikuar, për shkak se kanë më tepër se një karakter, edhe për shkak të kësaj ata gjendjen e tyne edhe sjelljet e tyne dhe qëndrimet e tyne i përshtatin me rrethana edhe me interesa të ngushta, jo me interesin madhor, për arsye se edhe besimtarët ajo që i vën lëvizje është interesi. Do thonë njerëzit kur besojnë Allahun si duhet edhe kur përulen e nështrojnë ashtu si duhet e kanë një interes. Ai interes është me e fitu kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Edhe pikërisht që kjo është ajo që besimtarët i bën të veçantë për shkak se asgjë nuk i konkuron këtij interesi. Besimtari është i qëndrueshëm në udhëzimin e tij për shkak se s'ka diçka që mundet me e lajthit prej rrugës së Allahut fuqiplot. Ndërsa munafikët janë në një huti në mes zgjedhjes së asaj që Allahu i fton edhe i thret nëpërmjet pejgamberit vet, edhe asaj në çka ata i fton nefsi i tyne, i fton epshi i tyne, i fton lakmia e tyne, i fton dyshimi i tyne, edhe në shumicën e rasteve ata i përgjigjen epshit edhe nefsit, egos së tyne, për shkak të këtyre arsyeve që u përmendën në ajetin e fundit, që është smundja e zemrës, dyshimi në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe frika se mos Allahu ka mi u bë pa drejtësi. Realisht këto manifestime kanë aplikime konkrete në jetën e njerëzve, kur për shembull disa prej njerëzve shfaqin dyshime se rruga e Allahut nuk është e duhuna, ose nëse i nënshtrohemi Allahut kemi me hup shumë gjona të dunjas. Të njëjtit nuk e kanë të qartë se realisht nuk ka humbje më të madhe se sa mi ja kthy shpinën udhëzimit të Allahut fuqiplot. Dhe Allah në fund thot për këta bel ulaika humuz zalimun. Problemi është se këta janë zullumçarët, janë zullumçar që i kanë bërë vetës zullum, për arsye se nuk ka padrejtësi më të madhe se sa njeriu me e privu veten e vet prej gjithë këtyre mirësive të cilat i ofron Allahu fuqiplot. Pra nuk ka padrejtësi më të madhe se sa atë që njeriu ja bën vetës. Në kuadër të atyre padrejtësive që ja bën vetës, kur gjë s'është hipotetikisht po them, s'ndodh ndoshta me marr njëri edhe me ja kthut vetës një gisht, ose dorën, ose krahun, ose komën, ose të themi edhe vetvrasje me bë. Kur gjë s'është krahasu me zullumin që ja bën vetës, duke e privu veten prej mirësisë së madhe,
të cilën e ofron Allahu i madhruar nëpërmjet udhëzimit të tij. Dhe për këtë arsye Allahu i madhruar kur flet për zullumin në radhë të parë ose ndër manifestimet më të rënda të zullumit e radhit pikërisht zullumin që njeriu i bën vetes duke e refuzuar thirrjen edhe udhëzimin e Allahut të madhruar. Është interesant Kur'anin kur e lexojmë, ani pse neve nga njerë kur e lexojmë sipërfaqësisht na duket se ajetet nuk kanë do e mos e lidhje ndërmjet vete, por e vërteta është se ekzistojnë disa lidhje të cilat e bojnë edhe të kuptimit e Kur'anit e bojnë më interesant. Tash për shembull kur po fillon Allahu i madhruar me fol për munafikët në këto ajete, paraprakisht, vetëm nëse kthehemi pak më herët e vrejmë se Allahu flet edhe për mohuesit, edhe për gjendjen e tyre se si ata do ta kenë punën në ditën e gjykimit me veprimtarinë e vet. Thot Allahu i madhruar walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisaba. Thot ata që mohuan veprat e tyre janë sikurse në një horizont të largët, në diell, në vap, që është do këtë atje fundi e horizontit sikurse me qenë ujë. Edhe ajo pamje i shtyn ata me vrapu mas asaj kur shkojnë aty, nuk gjenë asgjë. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Kur shkon aty thot nuk gjenë kur gjë. Qështu mri njeriu në ditën e gjykimit. Ai i cili nuk bën punë për mi asiguru vetës shpëtimin. Wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisaba, por që aty e gjen Allahun edhe Allahu ja jep llogarinë të plot. Me njëherë mas këtyne pra vijnë ajetet e këtyne që në një farë mënyre deklarojnë besimin. Se Allahu po thot ata që mohuan paraprakisht, ndërsa këtu po thot ata që thanë e besojmë Allahun edhe pejgamberin e tij. Edhe problemi i këtyne njerëzve nuk është pse thojnë, po problemi i tyne është se këtë deklarat të tyne për besim nuk e mbështesin me vepra konkrete, nuk e mbështesin me nënshtrim dhe përvulje praktike ndaj Allahut fuqiplot. Kjo me parcjell çet logjik të shprehjeve kuranore e hasim pothuajse të njëjtë edhe te ajetet e surës Bekare. Në fillim ku Allahu flet për munafikët kur thot o minan nasi me yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, dhe prej njerëzve ka të atill që thonë e besuam Allahun dhe ditën e fundit, mirë po ata nuk janë besimtar. Edhe këtu në surën Nur Allahu po thot ata nuk janë besimtar. Këtu është për shkak të refuzimit për me i gjyku Allahu dhe pejgamberi, me u drejtua dhe me u udhëzu si mas asaj që vendos Allahu dhe pejgamberi, ndërsa në surën Bekare Allahu e përshkruan dështimin e tyre me fjalët yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ata përpiqen me mashtru Allahun edhe besimtarët, mirë po në të vërtet ata vetë janë të mashtruarit edhe këte nuk e kuptojnë, apo nuk e hetojnë. E njëjta gjë është edhe në ajetin e parë të surës El Munafiqun. Thash, Allahu flet shumë për munafikët, për hipokritët në Kur'anin famadh, edhe për shkrimin e tyre që e bën në surën El Munafiqun, surja e hipokritëve. Në ajetin e parë Allahu i madhruar thot: "Idha ja'aka el munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun." Kur të vinë munafikët tek ti, kanë me thonë, ne dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut. Allahu pastaj vazhdon thot, Allahu e di se ti me të vërtetë je i dërguari i tij, mirë po Allahu dëshmon se munafikët janë duke rrejt. Ata po thonë je i dërguari i Allahut. Edhe kjo si fjalë është e vërtetë, po rana e tyre çndron në faktin se ata gjoja po të pranojnë, anë të vërtetë nuk janë duke të pranuar. Pastaj thot, thumme të walla feriku minhum min ba'di dhalik, në ajetet e surës Nur, dhe një pjesë e tyne i shmangen të vërtetës, ose zmbrapsen, ose heqin dorë prej saj, o ma ulaike bil mu'minin,
këta nuk janë besimtar, ani pse thonë se jemi duke besu Allahun edhe ditën e gjykimit. Ose jemi duke besu Allahun edhe pejgamberin, alayhi salatu wassalam. Në të gjitha këto dëshmi, Allahu e mohon besimin e tyne. A kemi drejt na me i thonë dikujt kur e dëgjojmë të thonë unë e besoj Allahun edhe pejgamberin? A kemi drejt na dikujt me i thonë ti nuk je prej besimtarve? Ne s'kemi drejt. Për çfarë arsye? Për arsye thjesht se nëse dim ç'është gjendja e tij. Po Allahu flet për këta njerëz, flet si dukuri. Në të vërtetë, na s'kemi drejt kërkujt në dunja me i thonë ti je munafik, ose filoni është munafik. Për arsye se munafiklëku është mos përputhja e të jashtmes me të brendshme. Ajo çka njeri flet, çka dëshmon, mbase edhe çka vepron, është në kundërshtim me ato çka ndin, çka beson, ose çka s'beson. Po na s'kemi çasti aty, na nuk e dim filoni, ashtu e thon për një me, ashtu e thon me hipokrizi. Kështu që na s'kemi drejt për asnjërin me gjyku. Po pse po i përmendim pra, ose pse Allah i madhruar ka shumë flet për munafikat? Jo për diçka tjetër, po në radhë të parë, por me na e tërheq neve vërejtjen që mos me u bë kështu. Edhe për me na tregu se një gjendje e këtill është skajshmërisht e shëmtume, skajshmërisht e keqe, edhe asnjë besimtar nuk bën në asnjë mënyrë me leju që me u ndodh në këtë gjendje edhe në këtë situatë të kësaj natyre. E njëjta gjë kur Allah i madhruar thotë wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun. Dhe kur ata thirren, kur u thuhet hajdeni se Allahu dhe pejgamberi do të gjykoj mes juve, një pjesë e tyre refuzojnë dhe e kthejnë shpinën. Në surën Nisa në ajetin 61 Allah i madhruar flet parafërsisht kështu, thotë wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasuli ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa. Dhe kur u thuhet atyne hajdeni në atë që ka shpall Allahu edhe në atë që ka mësuar pejgamberi, thotë ti sheh munafiqët duke jo thjesht veç duke refuzu, po duke u mundu gjithashtu edhe me i pengu tjertë për me ardhë të ti edhe me u gjyku si mas asaj që të ka mësu ty Allahu edhe që Allahu dënë me gjykun mes tyne. Pra pozicioni edhe veprimtaria e munafikëve është pengimi i njerëzve, në radhë pa refuzimi i tyne, pastaj edhe pengimi i njerëzve për me u bindë Allahut edhe pejgamberit, ndërsa 3 ajete ma poshtë, pra ky ishte ajeti që sa e po citova i surës Nisa 61, 3-4 ajete ma poshtë, ajeti 65, Allah i madhruar thot fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jo pasha Zotin tan, asnjëri prej tyre s'ka besu, përderisa të mos pranojnë që ti me gjykun mes tyre në ato mos pajtimet që ata i kanë. Thumme la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, e pastaj në zemrat e tyre dhe në shpirtat e tyre mos me përjetu kurfar rezerve, kurfar urrejtje, kurfar ngushtësie të zemrës për gjykimin tënd, o yusallimu taslima, dhe derisa të mos dorëzohen plotësisht. Pra rruga ose me thonë megja, vija kufizuese, e cila në praktik, madje edhe në ato dukshmën që ka shohin njerëzit, e ndon rrugën e drejtë, rrugën e besimit, edhe e bën atë të dalloj prej nifakut, prej hipokrizis, është vi kufizuese shumë e hollë, po megjithatë ka aplikim në jetën praktike, ka manifestim në jetën praktike, për arsye se imani i vërtet prej hipokrizis nuk dallohet me deklarata, nuk dallohet me dëshmi verbale, që i thonë njerëzit me gojë, me fjalët e tyne, me gjuhët e tyne, por dallohet me praktik, edhe dallohet me qëndrime, edhe dallohet madje edhe me pajtim në fundit. Se nga njeri, si me thonë, është i pa ndikim, ose i është i pafuqishëm, edhe e gjykojnë në një mënyrë të caktuar, drejt apo pa drejt. Po kryesorja e gjykojnë edhe kjo është i pafuqishëm dhe s'ka çfarë pa e pranuar gjykim. Po kur është në pyetje gjykimi i Allahut edhe pejgamberit, këtu pastaj besimtari dallohet me 2 gjëra. E paraprakisht fillimisht është i gatshëm me u gjyku, çush e gjykon Allahu dhe pejgamberi, edhe pastaj edhe kur nuk i vjen mirë,
o yusallimu taslima. Ai dorëzohet plotësisht. Ndërsa të munafikët, Allah i madhruar po thot se ata dorëzohen edhe pajtohen vetëm në një rast. Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudha'inin. Ajeti 49 i surës Nur. Çto ajete për cilat po flasim. Nëse e din se aty në u takon haku dhe e drejta atëherë vinë edhe të lumtur, vinë edhe të gëzuar, vinë me komoditet. Pse? Jo për shkak se dojnë me u gjyku sipas asaj që Allah edhe pejgamberi don, mirë po ata vinë kështu vetëm për shkak se e dinë se në këtë rast atyne me logjikën e tyre gjithsesi po ju bjen mirë. A mi ura mirë realisht nuk është thjesht njëri vetëm me pas drejt në një kontekst ose në një kontest të vërtet ose në një mospajtim me e marrë me e fitu një drejt, një gjysh, një çka do të qoftë. Kjo s'do më thonë detyrimisht me tra mirë, për arsye se mundet njeri me e fitu një gjykim pa drejtësisht. Mundet me e fitu një gjykim edhe duke qenë gjykatësi i drejt. Gjykatësi mundet me kënë rregull, po dikush ka aq aftësi me i manipulu provat edhe dëshmit, edhe e fiton çfarë mos pajtimi, çfarë kontesti. Në këtë rast gjykatësi s'ka faj, po ka faj kjo që i ka manipulu provat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë sahabeve, ka thonë unë jam njeri si kur jo. Andaj të keni kujdes, kur vini me u gjyku tek unë, mos përdorni betimet rrejshme, mos bëni dëshmit rrejshme, për arsye se unë gjykoj në bazë të asaj që dëgjoj edhe shoh, e ato janë të kufizume. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka një gjithdijshëm. Thotë nëse dikuj i jap pa drejtësisht një gjë, jep hakun, i thom ti ki drejt, pa pasaj drejt, po për shkak se u mbindi, thotë le ta di se ja kam dhënë një copë xhehenem. Pra, kur thotë Allahu wa yakul lahumul haqq, nëse atyre u takon e drejta, ata vinë me komoditet, qëllimi po detyrohemi me përkthy nëse ju bjen mirë, po mirë si ju bjen në asnjë mënyrë, nëse njeriu pa drejtësisht e merr një diçka që nuk i takon, ose e merr edhe gjykohet për shkak se i takon diçka, mirë po sikur të mos i takonte, ai nuk do të pranonte me u gjyku. Në jetën e përditshme ka shumë raste kur njerëzit, edhe kjo për një met tregon mungesë burnie, tregon mungesë njerëzie, kur për shembull të ndikosh me i pajtu dy palë, edhe ata fillimisht duke mos e ditë epilogun, pajtohen që dikosh me ndërmjetëson mes tyne, po kur të merr fund epilog, edhe të merr fund ai mos pajtimi i tyne, njëna palë ja thotunë se pranoj këtë. Pse se pranon? Për arsye se sumra mu mirë që kom mendu. Po edhe ndoshta nuk ki drejt. Ndoshta edhe nuk ki drejt, edhe për këtë arsye ajo me tra mirë i bie kështu parimisht, me pas parasysh njërë, me tra mirë, është ti me u bindë në ato që ka thonë Allahu fuqiplot. Ama a dëmtohesh, apo favorizohesh, apo e merë, apo ta marrin, kjo pak ka rëndësi. Me rëndësi është besimtari është fitues gjithmonë, vetëm nëse është në lidhje të mirë felt me Allahun fuqiplot. Për ndryshe kur njëherë, as e drejta, as e sakta, as e qëllumja, as e mira, nuk matet me përfitime materiale. Shumë njerëz janë angazhu, besa kanë bërë dhe sakrificat shumëta, duke qenë të sigurt se ata nuk kanë me i shiju frytet e asaj për çka janë mundu, për çka janë përpjek. Mirë po një kategori të këtyre njerëzve, pikërisht, Allah i madhruar i shpërblen mas shumëte dhe i nderon mas shumëte. Për shembull kategoria e dëshmorëve, e shahidave. Njeriu kur shkon në luftë, edhe kur në një farë mënyrë e kërkon shahidllëkun, ai nuk menon se çka ka me fitu ushtria nëse fiton. As nuk menon çysh ka me i shiju frytet e lirisë ose të fitores ose kështu me radhë, mirë po ai menon çysh ka me nderu Allahu fuqiplot, edhe krejt hesapet e tina janë të sakta për shkak të asaj që është lidhur me Allahun e madhruar. Mirë po kjo gjithsesi funksionon vetëm te besimtarët edhe të askush tjetër. Gjithsesi janë disa mësime konkrete që
mundemi me nxjerr për këtyre ajeteve dhe realisht krejt kjo që ka thash është një lloj parathanie, një lloj hymje, ndoshta ka pak edhe ju kom, si me thonë, ju kom trumhaz të ju qitë herë në surën Bekare, herë në surën Nur, herë në ajete tjera, mirë po ajo që duhet me majtë në men, me u mundu me majtë në men prej këtyre ajeteve, është ajo që në aspektin e ndikimit edukativ të këtyre ajeteve në jetën e besimtarit është se besimtari nuk do të në asnjë mënyrë me u gjind në atë këllëpin ose kornizën e munafikut të cilën e përshkruan Kur'ani, e përshkruan surja Nur. Besimtari nuk bën në asnjë mënyrë me thonë, veç nëse mbjen mirë, unë e pranoj me konë musliman. Veç nëse mbjen mirë, unë e pranoj me vepru sipas asaj që mëson Allahu edhe pejgamberi. Për arsye se në nështrimin ndaj Allahut edhe pejgamberit alayhi salatu wassalam do të më qeni pa kusht. Nuk ka nënshtrim, nuk ka përkushtim, nuk ka iman, nuk ka bindje pa e pranu të këndshmën edhe të pa këndshmën. Parimisht besimtari pra është besimtar, vetëm atëherë kur thotë unë po e ndjeki që të rrugë edhe ma nuk e lodhi kokën se qysh ka me mëra. Ai mirë ka me i ra në fund gjithqysh, mirë po kalim the, ka me u përball me situata të caktume. Pastaj edhe konkretisht, në sfida, në rrethana të caktume, në vështirësi nga njëherë, ndodh një problem, njeri lyp zgjidhje, besimtari kryesisht zgjidhjen e hallit vetë, e lyp tek Allahu fuqiplot. Edhe ai parimisht, hala pa e ditë se çka thot Kur'ani, ose çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë punë, ai parimisht thot, ama çysh thot Kur'ani, unë kam me vepru. Më thot Kur'ani, hiq dorë prej kësaj, unë hiq dorë prej kësaj. Disa njerëz nga njerë mundohen i pyesin 10 vetë, 10 hoxhallar, 15, 20, derisa të gjon një që kam ia bë çefin. Edhe ai në realitet ai e mashtron veten duke menduar se është të lyp zgjidhje fetare, nuk është zgjidhje fetare. Për arsye se zgjidhja fetare nuk është derisa të dëgjojsh ato që përputhet me ëndjet tua, me teket tua, me dëshirat tua. Zgjidhja fetare është kur ti parimisht dorëzohesh para Allahut edhe thu çka thot Allahu dhe pejgamberi, unë çashtu kam me vepru edhe nuk kam me lyp, unë tashmë sikurse munafiqët që po i përshkruan kjo sure, nëse vin, po mendoj, nëse na bjen mirë, ne pranojmë, nëse nuk na bjen mirë, nuk pranojmë. Munafiku pra tekën e vet, egon e vet, dëshirën e vet e çet para udhëzimit të Allahut, ndërsa besimtari pikërisht këtu dallohet prej të gjithë tjerëve për shkak se asgjë nuk çet para udhëzimit të Allahut fuqiplot. Ashtu qysh edhe Allahu i madhruar urdhëron në Kur'anin famadh në surën Hujurat, surja Hujurat, ajeti i parë, thotë ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. O ju që keni besu, asgjë mos qitni para Allahut dhe pejgamberit tij. Me mujt njeriu me e drejtu, me e rregullu vetën e vet, jetën e vet, me çet udhëzim kuranor, s'ka dyshim se jeta e tij edhe merr kuptim në këtë dunja, nuk do të thotë se bëhet krejtësisht e këndshme, edhe vështirësi ka me pas, mirë po merr kuptim, po mbi të gjitha suksesin, fitoren, shpëtimin, lumturinë në ahiret e ka të garantuar. Pse se kur gjafet si ka dhënë përparësi para Allahut të madhruar. Nëse kalojmë të disa mësime konkrete që do duhej me i majtë në mend prej këtyre ajeteve, e para kur Allah i madhruar thot wa yaquluna amanna billahi wa bir-rasul. Ata thojnë, edhe në fund thot në fund të ajetit, pra ajeti 57. Ata thojnë, edhe në fund thot këta nuk janë besimtar, prej kësaj e kuptojmë se veç fjala, veç dëshmia nuk mjafton për me u bë besimtar. Për arsye se munafiqët dëshmojnë, po Allah i madhruar dëshmon për ta se ata rrejnë. Munafiqët thonë, e besojmë Allahun edhe pejgamberin edhe bindemi, Allahu thot ata nuk janë besimtar. Pse? Për arsye se qësaj dëshmisë me fjalë i mungon konfirmimi me vepra, i mungon konfirmimi me qëndrime, i mungon vërtetimi me sjellje. Edhe derisa këto mungojnë, atëherë dëshmia edhe fjala absolutisht është e paqëndrueshme.
Ky është mësimi i parë. Pra s'mjafton veç me thonë, s'mjafton veç me dëshmu. Mësimi i dytë, Kur'ani dëshmon në të gjitha format se besimi i zemrës detyrimisht e lyp edhe konfirmimin e praktikës. Sikurse është duke u fol në këto ajete për cilat jemi duke fol edhe në ato të tjera që do të flasim inshallah javën që vjen. Andaj pikrisht për këtë arsye Allahu i Madhëruar e mohon imanin e atyre të cilët dëshmojnë pro imanit, por për shkak se ata s'mbrapsen edhe e kthejnë shpinën, Allahu i Madhëruar nuk e pranon atë iman. Pra imani i zemrës dëshmohet me fjalë, por gjithsesi duhet të konfirmohet me vepra konkrete. Mësimi i tretë, ajetet gjithashtu argumentojnë se nëse njeriu pretendon për veten e tij se është besimtar, por ja ka kthy shpinën besimit edhe udhëzimeve të Allahut fuqiplot, atëherë ai në pretendimin e tij është gënjeshtar. Ai, domethënë në këtë rast, pretendimi se është besimtar, kënej ja ka kthy shpinën udhëzimeve, mësimeve, gjykimeve të Allahut fuqiplot, atëherë pretendimi i tij nuk është i saktë. Por ai kthimi i shpinës mundet me pas nuk është i njëtrajtshëm. Mundet me kon kthim në tanësi i shpinës, në zbrapsje e tanësishme, e përgjithshme, e gjithë asaj që Allahu udhëzon. Edhe në këtë rast njeriu normal është i dalur prej imanit. Nuk ka hise në iman. Ose mundet shmangja prej asaj që Allahu udhëzon me qenë e pjesshme. E kur është e pjesshme, pra se nuk e ka braktis krejt gjykimin edhe krejt mësimin e Kur'anit. Se ai që e ka braktis krejt komplet, atë s'kemi punë. Por dikush thotë jo, unë Kur'anin e besoj edhe përpiqem ta aplikoj edhe të gjykohem sipas tij edhe kështu me radhë, mirë po në praktik ti e sheh se ai dikund ka rezistencë, ka refuzim. E tash, nëse refuzimi i tij është në ndonjë gjë bazike, atëherë prap mundet me u kontestu përkatësia e tij si musliman, ndërsa nëse refuzimi i tij ka të bëjë me ndonjë gjë konkrete, por s'është e rëndësisë bazike, atëherë ai ka mangësi çaq sa ka refuzu, mirë po imanin e ka prezent. A është e qartë? Pra dikush deklaron se është musliman, se është besimtar, por e refuzon gjykimin e Allahut fuqiplot në tanësi, deklarimi i tij është i rrejshëm. Dikush tjetër deklaron, por nuk e refuzon në tanësi, e pastaj këshyret çka ka refuzu. Ka refuzu, valla thotë unë jam besimtar, po shtyllat e islamit si pranoj, as du mu fal, as du me agjeru, as du me dhënë zeqat. Shumë problem kjo. Po nëse thotë, jo, këto i pranoj, po thjesht refuzon një gjë tjetër të caktume. Po e zonë, sigur të natë që është e përhapon, mos me i dhonë hise në trashëgimi femrave. Ju jep djemve, ju jep qikave. Refuzon që to. A i s'del në tanësi pe imanit, mirë po ka bo zullëm. Edhe ka bo shkelje, edhe për qatë sa shkelje e ti, për qatë është i mangat imani i ti, në praktikë. Edhe shembujt këtil mundu me marrë edhe tjerë, po që kjo mu kujtu që ta është pak ka rëndësi, besoj që është e qartë. Kur thotë Allah i Madhëruar, dhe ata thonë e besuam Allahun edhe të dërguarin dhe u bindëm. Pastaj një pjesë e ty në refuzoj, e këta nuk janë besimtar. Që kjo e këta nuk janë besimtar, a i kthejet këtë që atyne që kanë dëshmu në fillim, apo vetëm këtyne që e kanë kthy shpinën, komentatorët e Kur'anit thonë kujdo që i bjen hise që kjo e bajt me shnet. Në kuptimin, munafikët kur dëshmojnë, kur thonë, deklarojnë, e besojmë Allahun e kështu me radhë, po pastaj veç një pjesë e tyne refuzojnë me u bindë Allahut në gjykimin e tij, ndërsa ai vendimi ose vlerësimi i Allahut se këta nuk janë besimtar, është thot për të gjithë munafikët, për arsye se jo të gjithë janë përballë me sprovën e gjykimit, por të gjithë janë potencialisht refuzues ndaj asaj që bën
që gjykon Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto ajete gjithashtu neve na mësojnë se besimtari e ka obligim që këtë qenjen e vetë, po jo vetëm në aspektin fizik edhe material, por edhe bindjet e veta, edhe besimin e vetë, edhe mënyrën e të mendumit, edhe emocionet, edhe andjet e dëshirat, edhe animet. Krejt me i përshtat me udhëzimin e Allahut fuqiplot, e jo me e bot kundërtan. Për arsye se nëse e bën të kundërtan, nëse synon ose insiston që jo le të më përshtatet mu Islami, atëherë s'ka dyshim se qasja e tij ka me qenë selektive. Qasja selektive, çto pe marr, çto pe la, është qasja e munafikëve, edhe e mohuzve. Ka pasur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mushrik që edhe në disa gjana bazike janë pajtu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po janë pajtu pjesërisht e pastaj e janë ndarë rrugët në gjana konkrete. Për shembull, kur flet Allahu i madhruar në shumë sure të Kur'anit, nëse ti i pyet ata kush e krijoi qiellin e tokën, kush e bani këto, kush e bani, ata këtë thonë Allahu. Për kënd flet Allahu në çdo ajete? Flet për mushrikët, s'flet për besimtarët. Për mushrikët flet. Pra, nëse u thuhet mushrikëve kush i krijoi qiellin dhe tokën, ata do të thonë Allahu. Do thonë është një gjë bazike se Allahu është krijuesi i gjithësisë, edhe në këto janë pajtu edhe mushrikët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht është pajtu edhe ai cilin e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë sa zota i ki. Çka ka thonë ai? Ai ka thonë i kam 7 zota. Një e kam në qiell, e 6 i kam në tokë. Ka thonë kur jenë zar, ose e kina i dëshirë të madhe, ose e kina i halë të madhe. Cilit i drejtohesh, thot i drejtohem që ati që është në qiell. Do thonë qëtu u pajtu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mos pajtimi ka ndodhur te ata zotat, idhujt në tokë, ata që i ka pas që realisht edhe aje ka ditë që sen si vy. As ja u shë hajrin, as ja u shë sherrin, as si bojnë ndonjë, as si përkundrazi, këtë do të mu kujdes për ta, se jo ata mu kujdes për ta. Vedini, me pas dikosh një idhull, do të më stjera shallë me mirë mbajt, a i tunajt e ka plonin, do të më shku mja jek plonin, do më thonë një zot që ti të shku mja jek plonin. Qëfar zote është taj? Ose, plët sene tjera, mos t'i përmenim se ka njerë ka dhe banalitete, por që ka përdu me thonë? Përdu me thonë që, qëfar zote është taj që ka nevoj për kujdesin tanë? Qëfar zote është taj i cili s'munët vetë me nejtë? Ja kanë morë, do t'jem tri, kër e kanë pranu islamin në Mekë, e kam pas një agjë ose një të afërm plak, i cili e ka pas një idhull edhe shirri i tij se ka pranu islamin. Janë shku këta e kanë marrë atë idhullin, ja kanë vjedh natën, edhe e kanë gjumë plehna dikon në bërlag, në deponi. E kur u quaj, ku e kam zotin, ku u dal, lypane, e ka gjetë në bërlag, e ka marrë, e ka pastru, e ka nresh, e ka parfymos, e ka këthy apet në vend vetin. Mas një kohë ata apet që shto, herën e tretat, katërt, dikur e ka pa plaku, ka thonë, po ti me konë zot e kështë mbrojt vetën, mos me të marrë njerëzit edhe me të gjua aty ku s'dohet. Qëllimi është, s'ka mundësi zoti s'ka nevoj për njerin, njeri ka nevoj për zotin. Njeri ka nevoj për zotin. Na kemi nevoj, Allah me na i largu plonat, edhe me na ru, edhe mos me na lon me shku aty ku është keq, e kështu me radhë. Edhe në këto gjana, në atë fundamentin e tyne, në atë themelin e tyne, ka pas plot edhe mushrik që janë pajtu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka edhe sot njerëz që pajtojnë, thotë, unë thotë e besoj që ka një Zot. I po mirë, është gjë e madhe kjo, me besu që Zoti ekziston. Edhe thotë besoj që ky Zot është krijuesi i gjithçkaje. Fuqi, superfuqi absolute. Edhe kjo është gjë e madhe. Ama thotë, unë atë Zotin nuk e konceptoj sipas ndaj besimit të caktuar. E qëtu më njëherë është e shkputja e madhe. Mundet me tinglu, se dikush thotë, Zoti është shumë i rëndësishëm, po feja është e parëndësishme. Jo, s'mundet me konë Zoti i rëndësishëm, e rruga që Zoti ta ka vizatu me konë e parëndësishme. Nuk mundet me konë Zoti i rëndësishëm, e mënyra që Zoti të ka thirrë me u lidh ti me te me konë e parëndësishme, që s'ka logjik, por njerëzit mbështeten vetëm me ato çka e blujnë mendjet e tyne, e mendja njerëzore e blun për një me edhe e qëtë ndoshta deri dikun, që me pranu Zotin është e arsyeshme,
me pranu se ajo është absolut, është e arsyeshme, se ajo është krijuese, është e arsyeshme, mirë po, veç edhe një hap matutje, me e pranu se ti tash që ati Zotit du të me i robnu, mendja ndoshta nuk e qanë deri që ati. Edhe pikrisht që to, ndodhin ngecjet edhe mos pajtimet në mes një pjese shumë të madhe të njerëzve. Për këtë arsye, edhe mendja, kur flitet për relacionin mes mendjes edhe shpalljes, cila ka përparësi, a mendja a shpallja? Na themi si besimtar shpallja ka, po me ardhi dikush me thonë, ka dale burra, po e ku është roli i mendjes këto, atëherë duhet me e trajtu këtë temë prapë një logjike që unë menoj se është shumë e arsyeshme. Mendja, për cilën mendje po flasim? Për mendjen tonë. Po mendja jonë tash, na që jena qëto sonte këto. Nuk është të njëjtit nivel. Me na i matat inteligencën, IQ-n që e thojnë, nuk e kemi tonë njëjtë. Sigurisht ka dikush që mundet me konë super inteligent këto, dikush ma pak, dikush të... E thash, cilën me e marë? Cilën me e marë si peshoj? Po edhe nëse e marrim ato më të mëshmin, më inteligentin e dunjas, a i ka ra pjeshmana i nëherë njetën e vetë, se njëherë ka menu kështu e të nesër të ka menu ndryshe, pa dyshim që po. Bile, ndoshta për ditë ja banë qashtë. Ne që shka mundësi të ashtë e mendje me konë peshoj. Hajtë këthejmi të shpallja. Qëka është shpallja? Shpallja është dija e Zotit. Allahu, i gjithdijshmi, fjalët e veta i ka lëshu në tokë, ja u ka mësu pejgamberve, në rastin tonë, të fundit, shpalljen e fundit, Kur'anin, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash Kur'ani çka është? Kur'ani është fjala e Allahut fuqiplot, po, fjalë e të gjithdijshme. E hajt tash cilës më i dhon përparësi. Kur Allah i madhëruar thot, sikur të ishte prej dikujt tjetër përveç Allahut, do të gjeni në te shumë kundërthanje. Që do të thotë se përderisa është prej Allahut, nuk ka mundësi kur një kundërthanje me e gjetë. Kjo ka përparësi. Tash, me i marë mendjen edhe shpalljen, ato funksionojnë mrekullueshëm, interferojnë ose ndërveprojnë. Mrekullueshëm, mendja dhe shpallja mrekullueshëm ndërveprojnë. Shpallja nuk është për budall, nuk është për huta. Shpallja është për njerëz të mëshëm. Për atë arsye në 10 vende në Kur'an Allah i lavdron njerëz të mëshëm. Li qaumi yaqilun. Për njerëz që logjikojnë, yetefekkerun, yedhekkerun, shprehje të lloj-llojshme. Veç në surën Nur, i kemi 15 ajete, për 64 ajeteve që i ka surja Nur, i kemi 15 ajete ku Allahu i lavdron veten me alim, i dishëm, i gjithdijshëm. Kjo tregon se Allahu i madhruar në çdo formë dijen edhe logjikën edhe arsyen e çet në pah, por ajo është e mirë kur ndërvepron me shpallje, me udhëzimet e Allahut fuqiplot, në të kundërtën mundet me qenë shumë e damshme. E tash me po mja dhon arsyes komandën, e mi thon shpallës rriti mrapa, çka do të ndodhte? Do të ndodhin shumë divergjenca dhe mos pajtime për arsye se cilin do ajet edhe hadith, se cili prej neve pastaj kish pas drejt me e kuptuar në mënyrën e vet. Çysh don? Ja ka dalë se po dojna mu fal, po pse më kthy çiknej? Dikush ish kthy anej, dikush anej, dikush ish fal në kom, dikush ish fal ulën, dikush në xhambaz, në gjimnast i mirë, në dur, i kish çukom. Pse se mu logjika po më thotë se kjo është për kushtimi më i mirë. Jo vëlla. Këtu s'ka logjik, këtu ka për ullje në nështrem, edhe për kushtim ndaj Allahut fuqiplot. Kjo është e rëndësishme shumë. Kur flet Allahu për e fi qulubihim maradun, a kanë smundje në zemrat e tyne, e mirtabu, se tash edhe arsyeja e refuzimit të pranimit të asaj që Allahu vendos, si mbas njerëzve, e ka një arsye. Edhe Allahu po e tregon se ato janë justifikimet e tyne, mundën mos me qenë arsye të pranë. E fi qulubihim maradun, a kanë zemrat e tyne smundje. Pse quhet smundje e zemrës? Quhet smundje e zemrës për arsye se të pengon nga e dobishmja e të çon nga e damshmja. Sikur çdo smundje tjetër, e cila si me thonë, bëhet sebeb i damit edhe penges e dobis.
Përse ta janë pastaj trajtimet me dobishmen për me e largu të dëmshme. E mirë tabu, ose ndoshta dyshojnë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo edhe më keq se kaq, ndoshta kanë frikë se Allahu ka më u bë padrejtësi. E tash kur thuhet ose asnjëra prej këtyre nuk vlen, nuk e kanë synimin eliminime. Ose janë smut, ose kanë dyshime, ose dyshojnë se Allahu, ose kanë frikë se Allahu ka më gjyku padrejtësisht. Po janë të trija së bashku. S'ka eliminime këto. Arsye pse dikush refuzon gjykimin e Allahut është për shkak se ka defekt në zemër, ka dyshim në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe ka frikë se ndoshta s'ma qet mas miri me ngu Allahun fuqiplot, edhe në fund Allahu i madhruar thot bel ulaike humudh zalimun. Pikrisht këta janë ata që i bojnë vetes shumë zullum. Smundja, sigur se e trajtojnë interpretuesit e Kur'anit, smundja e zemrës i ka dy manifestime, ose është dy lloje. Është smundje e dyshimeve edhe smundje e dëshirave ose e epsheve. Të dyjat janë të rënda, mirë po smundja e dyshimeve është shumë më e rëndë, ndërsa smundja e epsheve megjithatë mundet me u shëru ose trajtohet më lehtë. Njeriu do të më e bindë se ajo çka ty po të tërheq, ajo çka ty po takona, nuk është më e mira. Dikush thot valla unë e di që alkooli është i keq, po më ka kalu në varësi, s'po muj me e braktis. Ato do të me e bindë dal nga dalë edhe një moment caktuar mundet me u bindë. Ka plot njerëz edhe pa motiv fetar, veç i thot mjeku, ti mo nuk bën as një pikë me e pi, se e ki jetën rrezik, ai e lën alkooli. I thot s'bën ti as edhe një cigare me e pi, se e ki jetën rrezik, ai e lën edhe duhanin. Shumë më mirë se kjo, kish me qenë sikur të kish lënë njeriu të kish braktis me një motiv tjetër. Me motivin mos e përdor këtë se Allahu nuk është i kënaqur. Krahas gjithë dëmeve që ti bën, veç edhe shtohet me thonë o Zot, falem se deri stash për një me kokë na konë në lajthitje, po mon nuk e baj. Por derisa ato smundjet e dyshimeve, nuk është se dhe ato nuk janë të shërushme, mirë po ata janë më të rënda se këto tjerat për të cilat flasin. Kur thot Allah i madhruar, o jekulune, ata thonë, besojmë Allahun e kështu me radhë, thumë me jetë vëlla, pastaj një pjesë e tyne zmbrapsen. Të gjitha këto folje jenë në kohën e tashme. Foljet në kohën e tashme, nuk jem të dashtë me spjegu gramatik, po du me nxjerr një logjik për këtyne shprehjeve, se në Kur'an është shumë e rëndësishme folja që përdoret është në kohën e kalume anë tashme. Folja, kur ka shprehje në foljen e tashme, Kur'ani jep me kuptu se ani pse ka zbrit para 1400 sa vjetëve. Po sot kur e lexojmë, do më thonë edhe sot ndodh çaja. Do më thonë ka vazhdimsi. Edhe sot ndodh çaja, cilën Allah i madhruar po e përshkruan, edhe sot njerëzve ju ndodh me thonë e besojmë Allahun e mos me e pranu gjykimin e tij. E lusim Allahun që të na bëjë të vëmendshëm ndaj këtyne deformimeve. Javën që vjen, do t'i trajtojmë ajetet në vijim, për me e pasë cila është formula, cilën edhe zgjidhja, cilën Allah i madhruar po e ofron për këtë defekt. Gjithnjë të pas parasysh se Allah i madhruar kur flet për gjona të këqija, kur flet për dukuri negative, gjithmonë në fund, ose të rrëfimit, ose kështu me radhë, e jep zgjidhja. Edhe kjo është e rëndësishmja. Na mundum gjithmonë me fol, me dhonë kritika, vetë kritika e kështu me radhë, me shpreh pa kënaqësi me gjendje të caktume. Por nëse në fund nuk e ofrojmë një zgjidhje edhe një alternativë të mirë edhe pozitive, atëherë nuk është se kemi bën ndonjë kontribut që duhet. Allah ju rujtë. Inshallah javën që vjen, vazhdojmë shoqërimin me ajetet në vijim. Gjithsesi nuk është ders në surën Nur. Është vetë kjo temë që në dy takime do të trajtohet. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.